të fushës që kemi pasur mundësinë që t'i kemi në fakt edhe në intervistat të ndryshme dhe kështu me radhë. Tani ne kemi dy faktorë. Nga njëra anë është kjo procedurë që me çfarë duket ka dështuar në këtë fazë të saj me gjithë drejthijet, me gjithë ato të dhëna që lidhen me kompaninë, edhe emisioni Plug në Syri Televizion është marrë madje me këtë çështje. Po nga ana tjetër, gjej rastin ta përshëndes edhe të shpreh gjithë mirënjohjen time. Nga ana tjetër, ne kemi situatën me procesin hetimor. Pra, është BKH-ja që ka sekuestruar dosjet, po kemi deklaratën e fortë të Arben Ahmetajt në Çimpeka Live që thoshte që këtu është përfshirë... Që ka paremruar në fakt. Po, kryeministri Rama, familjarët e tij e kështu me radhë. Tani, cili është fati i njërës çështje me tjetrën, i procedurës me hetimet në vetvete? Kuptojmë dot ne pse u anulua kjo procedurë, pra pse dështoi kjo procedurë pikërisht në këtë moment, ka lidhje kjo me hetimet për dosje në vetvete, nga informacionet që ti ke? Po, unë jam e bindur që ka dy faktorë të rëndësishëm. E para është ai presioni pozitiv, sepse për hir të vërtetës nuk mundet dot që të bëj një lëvizje kaq të rëndësishme dhe me pasoja kaq të mëdha, kryetari i Dhomës Amerikane të Tregtisë, nëse nuk do ishte i konsultuar dhe me personat përgjegjës, qoftë pranë NATO-s, po qoftë edhe pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, unë nuk e mendoj që ai emaili nga kryetari i Dhomës Amerikane të Tregtisë është një email individual, apo ai ka shprehur duke shprehur realisht unë gjithë konsideratën time. Kjo nuk është më çështje personale e disa personave që mendojnë ndryshe. Pra, unë mendoj as dhe disa kompanive, as për të ngacmuar pa tu, as dhe disa kompanive amerikane, njëse disa kompanive amerikane. Absolutisht, sepse ato kanë pasur atë momentin e indicjes, pra për të treguar kujdes se në këtë zonë po ndizen dritat e kuqe dhe me të vërtet aty janë ndezur dritat e kuqe, mbi të gjitha se kemi po shkohet drejt zerrimit të korridorit të 8, sepse siç e përmend edhe ti dhe siç është përmendur qoftë kallëzi penal, po gjatë gjithë kësaj periudhe, në të dy portet nuk ka një raport fizibiliteti, nuk ka një raport teknik që të bëhen të gjithë analizat e nevojshme, pra kush janë shpenzimet që ne do bëjmë dhe kush janë të ardhurat e pritshme. Pra, unë mendoj se janë dy faktorë, pavarësisht arrogancës së kryeministrit Rama. Po dhe ministri sot, se ministri sot